Një grua nga Gjermania ka sjellë në jetë binjak për herë të tretë radhaze, në një rast që mjekët e cilësojnë si jashtëzakonisht të rrallë. Spitali në qytetin Fort njoftoi ditë më parë se Jasmin Rintner lindi më 27 maj 2 vajza, Giulia Anje Valentina dhe Stefania Lorne Marie. Një herë është diçka e veçantë, 2 herë është e jashtëzakonshme. 3 radhaze është vështirë të besohet, shkroi spitali në rrjetet sociale. Jasmin dhe bashkëshorti i saj, Andreas, u bën prindër të binjakëve Daniel dhe Emilio në verën e vitit 2023. Një vit më vonë, familja u zgjyrua me një tjetër palë binjakësh, Simone dhe Anastasia. Ndërsa ardhja në jetë e një pale të tretë binjakësh mund të duket surprizë, Andreas thotë se nuk ishte i befasuar. Nuk mendoja fare se do të vente vetëm një fëmijë, deklaroi gjatë shtazënisë së bashkëshortës. Është thjesht rastësi, tha ajo. Njëra nga vajzat e posalindura mban emrin e mjekës që e ka shoqëruar familjen gjatë gjithë kësaj periudhe. Jasmin Rintner tha se gjithmonë ka dashur të ketë shumë fëmijë, ndërsa bashkëshorti i saj e përshkroi zgjerimin e familjes si një ndjenjë shumë të mirë. Ky rast ka sfiduar një probabilitet mjekësor prej 1 në 1 milion, duke sjellë në jetë 3 palë binjakësh natyrshëm dhe radhazi.